Një tjetër moment për të shënuar nga java ishte vizita në Bochum të Gjermanisë me ftesë organizatorëve të samitit ndërkombëtar të teknologjisë Ruhr Summit, ku isha i ftuar për të prezantuar transformimet që kemi bërë në Shqipëri me digitalizimin dhe mënyrën se si e kemi modernizuar dhe po e modernizojmë qeverisjen përmes digitalizimit dhe sfundmi edhe përmes futjes në përdorim të inteligjencës artificiale. Një tjetër moment në atë vizit ishte takimi me kryeministrin e Landit, Hendrik Wurst, një ndër figurat më të spikatura të CDU-s gjermane, dhe një mik i interesuar për zhvillimet në Shqipëri, për ecurinë e procesit antarësimit të Ballkanit Perëndimor, me cilin folëm qoftë për këtë aspekt, pra për mbështetjen e Gjermanisë në mbylljen e kapitujve të negociatave, qoftë dhe për zgjerimin e marrëdhënies bilaterale me Gjermaninë edhe përmes marrëdhënieve me rajonet. Por padyshim që qershia mbitor të kësaj vizite ishte ajo e papritura në intervistën me gazetaren e seksionit ndërkombëtar Deutsche Welles, ku për hir të vërtetës u surprizova nga mënyra se si gazetaria e kishte gëlltitur tërësisht çorbën e të pavërtetave lidhur me Zvërnecin dhe lidhur me marrëdhënien mes qeverisë dhe kompanisë që përfaqësohet nga Jared Kushner, duke mos e fshehur ajo se i përkiste kampit të gjerë të gjitha atyre që e kthyen Shqipërinë në një arenë për të bërë luftën e tyre me Trumpin, qofshin në Amerikë, qofshin në Australi, qofshin edhe në Europë. U përballa me pyetje të tipit që si mund të privatizohet, të shitet toka publike, gjë që as nuk ka ndodhur, as nuk ka arsye të ndodhë. Zvërneci është tokë private, Sazani është tokë publike, ku ende nuk kemi mbyllur marrëveshjen, pikërisht sepse ne po negociojmë partneritetin dhe shteti që do të jetë gjithnjë pronar i tokës, do të duhet dhe për të realizuar marrëveshja do të jetë ortak në sipërmarrje. Pra as nuk është kërkuar në një shitje e tokës publike. Pastaj gjithë pjesa që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, me kapitulli 27, me sa jemi ne të vetëdijshëm apo çfarë jemi ne në gjendje të sakrifikojmë deri dhe vetë Bashkimin Evropian për të bërë projektin. Një hata e madhe logjike, ndërkohë që historia është fare thjesht. Cili do që e ka shumë të qartë ose e ka pak të qartë, faktin që unë jam këtu për të udhëhequr Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, faktin që ne kemi një mandat popullor shumë të fortë për të realizuar këtë mision historik, faktin që ky mision historik nuk është i krahasueshëm dhe i barazvlefshëm me asgjë, e ka të qartë shumë edhe faktin që nuk ka asnjë shans që Shqipëria të bëj hapa, të bëj zhvillime që bien ndesh me standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Dhe në rastin konkret, e gjitha është një vorbull e cila përzihet për qëllime që tani më janë qartësisht të tjera, ndërkohë që ne jemi të detyruar nga ato standarde të bëjmë vlerësimin e impaktit mjedis, gjë që po e bëjmë. Jemi të detyruar nga ato standarde që t'i përgjigjemi të gjitha kritereve të Bashkimit Evropian. Pra, si thuaç siguresa për të gjitha ata që janë të shqetësuar është aty. Është pikërisht Komisioni Evropian, i cili deri tani është njohur në vimësi me faktet edhe nuk ka asnjë sens alarmi, sepse është shumë i qartë që gjithë procesi do të bëhet në harmoni me
procesin e monitorimit nga Komisioni Evropian.